A ka ardhur ndonjëherë fëmia juaj i mërzitur në shtëpi dhe ju ka treguar se shokët e klasës nuk sillen mirë me të dhe vënë në lojë? Ka qenë ai pranishëm kur një shok i ka fshirë librat ose gjëra të tjera personale një tjetër moshatarit të klasës me qëllim vënje në lojë të tij? Në fakt, situata të tilla hasen shpesh, më së shumti tek fëmijët e moshës 6 në 17 vjeç, në ambientet shkollore ose në lagjen ku banojnë. Agresioni fizik, social, verbal ndaj një personi ose një grupi me një veçori të caktuar quhet bullizëm. Ky fenomen i shfaqur kohët e fundit ka një historik të gjatë, i cili për shumë kohë nuk i është dhënë rëndësia e duhur. Shumë njerëz mendojnë se bullizmi është vetëm një fenomen që shoqëron procesin e rritjes së fëmijëve, ose një shaka në kuadrin e lojës mes moshatarëve, por nuk është kështu. Bullizmi ndryshon nga zëngat të zakonshme ose nga rivalitetet normale mes fëmijëve. Ndryshimi kryesor është se këto janë akte që përsëriten në kohë, se dhe viktima nuk arrin të mbrohet nga ky sulm. Agresori arrin të ketë fuqi jo vetëm sepse është më i madh në moshë, por dhe më i fortë fizikisht. Disa nga format e shfaqjes së këtij fenomeni janë ofendimet, kërcënimet, vënia e pseudonimeve antipatike, marrja e telefonatave fyese duke e izoluar në këtë mënyrë edhe nga grupi shoqëror. Zakonisht, shumica e fëmijëve vuajnë pasojat e bullizmit sepse janë të ndryshëm në një farë mënyra, për shkak të ngjyrës së lëkurës, mënyrës se si ata flasin, peshës, gjatësisë, emrit të tyre dhe tek fëmijët me aftësi të kufizuar. Nga ana tjetër qëndrojnë fëmijët që përfshihen në akt të bullizmi. Ata mund ta shohin bullizmin si një mënyrë për të rënë më shumë në sy ose duke dashur të tregohen më të pushtetshëm. Këta fëmijë kanë dëshirë të kuptojnë se sjelljet e tyre janë të gabuara dhe nuk arrin të kuptojnë se si ndjehen viktimat. Ky fenomen, pavarësisht se ka një historik të zhvilluar, përpjekjet për ta luftuar kanë qenë shumë të pakta. E para përpjekje për luftën kundër bullizmit në Shqipëri është bërë në tetor të vitit të kaluar, ku 20 mësues të shkollave nëntëvjeçare të mesme u trajnuan për këtë çështje. Jashtë vendit tonë, iniciativa më produktive është ajo këngëtares pop Lady Gaga. Duke qenë edhe vetë viktime bullizmit në fëmijëri, ajo hapi fondacionin Born in This Way, fondacion i cili bën përpjekje për të luftuar këtë fenomen duke mbrojtur të drejtat njerëzore.